Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet më të fundit në Shqipëri. Do të flasim për protestën që po zhvillohet në vendin tonë, ndërkaq nga ana tjetër kryeministri Edi Rama i është përgjigjur edhe Financial Times lidhur me protestat kundër korrupsionit, por edhe transparencës, siç flitet nga protestuesit mbi resortin luksos të lidhur me dhëndrin e presidentit të SBA-s Donald Trump, Jared Kushner. Kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime zotin Frymëzim Dauti. Ju përshëndes kënaqësi. Ju falemnderit për ftesën, i përshëndesim ndjekës. Atëherë, zoti Dauti, duke parë edhe zhvillimet e fundit tashmë në vendin tonë, si ke parë protestat që po zhvillohen, por nga ana tjetër edhe kundërpërgjigjet nga vetë kryeministri shqiptar Edi Rama? Po, i ndjekim me kuriozitet të madh, jo vetëm unë, po gjithë shqiptarët. Është një moment historik. Shqiptarët nuk kanë organizuar protestat të tilla në të kaluarën. Dhe kuptohet që qeveria duhet të marrë serios kërkesat e protestuesve. Kërkesat e protestuesve në aspekt politik nuk janë legal, po kuptohet që janë legjitim. Ata që e mbrojnë pushtetin thuajnë që pushteti ndrohet nëpërmjet zgjedhjeve, mirëpo kur sistemi politik formon mjete si ta mbajë pushtetin nëpërmjet kodit zgjedhor, nëpërmjet kapjes së mediave, nëpërmjet kapjes së pushtetit dhe drejtësisë, është e vështirë që qytetarët e Shqipërisë ta ndrojnë pushtetin në mënyrë legale, ashtu sikur parashikojnë ligjet pozitive të shtetit të Shqipërisë. Prandaj edhe ata protestojnë dhe sipas kërkesave të fundit të tyre, ata kërkonin që të formohet një qeveri teknike për të paktën një muaj, ashtu që të formohen kushte më të mira për zhvillimin e një demokracie që do t'i përfaqësonte të gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe jo vetëm partitë politike, të cilët kanë formuar institucione dhe mjete për ta mbajtur pushtetin, apo nëse bëhet ndrimi i pushtetit, bëhet nëpërmjet apo ndërmjet dy partive, Partisë Demokratike dhe Socialiste, përderisa zëri atyreve që nuk janë pjesë të këtyre grupimeve të interesit, ata mbeten të përfaqësuar. Tani, unë si shiqoj këta protesta, është për të ardhur keq që këta protesta i përfaqëson njerëz të pakualifikuar. Pra duhet ata protestues njëherë të nxjerrin intelektualet aty ta përfaqësojnë protestën, dhe jo njerëz të parësimuar, që nuk kuptojnë asgjë nga politika, nga gjeopolitika, nga historia e shqiptarëve, dhe është bërë një fenomen interesant në atë protest, që quhet rojet e mikrofonit. Pra nuk ka asnjë logjik që njerëzit të dalin për demokraci për duar, të cilat pas mendimit tim janë futur aty nga pushteti që të mbajnë mikrofonin dhe të japin drejt që të flasë, kujt duan ata, apo se çka duan ata që të flasë. Pra nëse unë si shqiptar vi dhe të mbaj fjalim aty, duhet të marr leje për një çobani, i cili përfaqëson, përpiqet ta përfaqësojë atë protestë, kuptohet që ata nuk janë të përfaqësues të protestës, po ata e kanë kapur protestën dhe përpiqen që ta dërgojnë rrjedhën e protestës dhe gjithatë mlef të popullit të Shqipërisë për interes të pushtetit apo për interes të sistemit. Për shkak se tani më nuk bëhet fjalë se a do të mbetet kryeministri Edi Rama në pushtet apo jo, për shkak se ai ka qenë 20 vjet në krye të Partisë Socialiste, dhe prej vitit 98 ai është në pushtet si ministër kulture, kryebashkiak. 3 herë ka pasur mandat për kryebashkiak, 4 herë është zgjedhur kryeministër, dhe nuk i kushton sistemit shumë që ta largojë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, por që do të emërojnë ndonjë tjetër që do ta ketë vizionin e njëjtë, sikur Edi Rama, apo sikur përfaqësuesit e tjerë politik, dhe besoj që kjo nuk do t'i kënaqte protestuesit. Qëllimi i protestuesve është të ta ndrojnë sistemin. Mirë po kuptohet që klasa politike
globaliste ka përvojë me kësi lloj protestash dhe kemi shembull të shteti i Fti, kur në Greqi i gjithë populli u ngrit që ta ndrojë sistemin dhe kishte protesta të ngjashme si në Shqipëri, kuptohet pak më të dhunshme se në Shqipëri, dhe ndodhi që Partia Socialiste e Greqisë me emrin PASOK, me kryeministrin e tyre Papandreou, i cili ishte familje qifute si Papandreou i riu, Papandreou babaj dhe Papandreou Gjishi, i cili ishte martuar me një qifute dhe të gjithë të tjerit pastaj ishin martuar me qifute dhe ishin zhndëruar në një familje qifute të Greqisë. Dhe doli në shesh një parti e re, Siriza na kujtohet, dhe pastaj u zgjodh kryeministri Tsipras dhe e futën përsëri atë mas të grekëve brenda sistemit. Pra vazhdon sistemi i njëjtë në Greqi. Tani e dim që është partia Nea Demokratia me Mitsotakisin në krye, pra nuk u ndrua sistemi, vetëm u ndruan disa persona në pushtet. Pra ambasadat e huaja të Shqipërisë, ata perëndimore, do të përpiqen që të bëjnë një scenario si në Greqi, për shkak se e kanë shembullin aty, i kanë infiltruar njerëzit e vet brenda në protestë dhe do të përpiqen që të nxjerrin në pah një personalitet të ri, i cili do të vazhdojë sistemin e njëjtë dhe për fat të keq nuk do të shohim ndryshime të mëdha të sistemit të Shqipërisë. Prandaj unë besoj që është e nevojshme që kjo protestë të jetë më revolucionare, më radikale dhe të rezultojë me ndrimin e sistemit në Shqipëri. Çka do me thonë ndrimi i sistemit në Shqipëri? Ndrimi i sistemit në Shqipëri do me thonë kthimi i sovranitetit të Shqipërisë tek populli i Shqipërisë, jo ambasadat e Shqipërisë. Ne shiqojmë që edhe pse dalim ne të protestojnë për një projekt të dhëndrit të Trumpit, aty i fusin 6-7 flamuj të Amerikës, pra për cilën kanë dalë atërës të protestojnë ata protestues, për shkak se e keqja për Shqipërinë vjen pikërisht nga politika amerikane, e cila në këta 35 vite të sundimit të Shqipërisë e ka shkatruar shoqërinë e Shqipërisë, i ka shkatruar fabrikat e Shqipërisë, e ka shkatruar ekonominë e Shqipërisë. Sot e kësaj dite, përderisa ne flasim, naftën e Shqipërisë e vjedhin amerikanët dhe kuptohet që shqiptarët paguajnë 2 euro litrën e naftës, më të madhe në ndoshta edhe gjithë Ballkanin, po mund të shtyhet edhe me disa shtete të zhvilluara të Evropës. Pra për të ndruar sistemin, duhet të vinë njerëz që i kuptojnë situatën politike, geopolitike, dhe jo ata që sponsorizohen nga shoqatat jo qeveritare, dhe të cilët ne e dim që shumica e tyre janë sponsorizuar nga USAID, që është agjencion shtetëror i Amerikës, apo nga Fondacioni Sorosit. Pra duhet të tërhiqen ata sorosianët dhe agentët amerikanë që janë aty, dhe ta marrë populli i vërtet, ata që nuk janë të përlyer në korrupsion, ata që kanë prioritet sovranitetin e Shqipërisë, interesat e shqiptarëve, dhe ta rikuperojnë dëmin që ka është bërë në këta 35 vite. Unë besoj që do të kemi suksese graduale, nuk është se mund të ndryshoj sistemi për një herë, për shkak se ata e kanë kapur edhe pushtetin gjithësor. Ne e dim që ka investuar shumë Fondacioni Sorosit, që t'i ketë gjykatësit e vetë, prokurorët e vetë, si në SPAK, si në drejtësinë e Shqipërisë, si në gjykatën kushtetuese, i ka njerëzit e vetë, të cilët i kanë blerë nëpërmjet bursave që u kanë dhënë për studime apo për bizniset dhe biznis interesat të ndryshme që janë lidhur me ta, dhe prandaj që do të jetë një proces i vështirë, do duhet që masa intelektuale shqiptare të integrohet në këtë protest, që të japin drejtimin e duhur, dhe besoj që kemi njerëz të përgatitur që e kuptojnë situatën, dhe ne jemi të gatshëm që ta japim kontributin e tonë, që gjithë kjo mlefi protestës të dalë me rezultat pozitiv për Shqipërinë veçanërisht, po edhe për gjithë shqiptarët në përgjithësi. Kjo është mendimi im,
I shkurtër, po. Nga ana tjetër, në protest mori pjesë edhe diaspora e qoftë nga Kosova apo edhe nga Maqedonia, por në reagimin e tij vetë kryeministri shqiptar Edi Rama theksoi se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk mund të konsiderojnë diasporë e Shqipërisë, pasi sipas tij ata janë popull shtetformues në vendin e tyre, ndërsa për Kosovën tha se kanë shtetin e tyre të pavarur. Si i ke parë këto deklarata? Po tani, kjo është edhe mendimi Ramës dhe është i sinqert për këtë çka e thot. Ne e dim që politika zyrtare e Shqipërisë, qoftë edhe para Ramës, edhe pas Ramës, bëjnë një ideologji nacionaliste shqiptare. Mirë po unë u tham edhe studentëve të mi edhe të gjithë ata që përpiqen të merren me politikë, ta kuptojnë politikën. Dhe ju thamë që shqiptaria apo nacionalizma shqiptar është një ideologji politike. Dhe si zakonisht njerëzit reagojnë, jo ne jemi shqiptar, kuptohet që duhet të jemi nacionalist dhe të jemi të lidhur me Shqipërinë. Pra Edi Rama si e shiqon nacionalizmin shqiptar? Edi Rama e shiqon që shqiptarët e Maqedonisë apo të Kosovës t'i shfrytëzoj për turizëm, pra të vinë ata në Shqipëri dhe t'i harxojnë, pra të jenë konsumator, apo të vinë në Shqipëri dhe të kontribojnë në bletjen e shtëpive apo banesave, kështu që të pasurohet buxheti i shtetit të Shqipërisë. Në momentin kur shqiptarët e Kosovës apo të Maqedonisë bëjnë disa kërkesa politike, të dalin në krah protestuesve që protestojnë me të drejtë në Shqipëri, kuptohet që ai shiqon shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës si rrezik. Pra, kjo nuk kupton se Edi Rama nuk ka asnjë lidhje shpirtërore me shqiptarët dhe shqiptarinë, po vetëm i shiqon si konsumator, dhe besoj që unë do ta kem tani më lehtë t'u shpjegoj studentëve të mi që shqiptaria është vetëm një ideologji politike e politikës zyrtare të Shqipërisë, që i shiqon shqiptarët vetëm si konsumator, apo ndonjëherë kur don të bëhet më i rëndësishëm në takimet ndërkombëtare, kryeministri i Shqipërisë me siguri thot unë i përfaqësoj gjithë shqiptarët, qoftë edhe ato në Maqedoni, në Maltezi dhe në Kosovë, pra për të arritur autoritetin e tij politik dhe ndikimin e tij në Ballkan. Pra është një fatkeqje është kjo, dhe kuptohet që edhe mund ta shiqojmë këtë edhe në media sociale, të cilat bëjnë kritika të mëdha, ju thuajnë shqiptarëve të Maqedonisë apo Kosovës, s'keni punë ju, çka kërkoni këtu. Kuptohet që kemi punë se ne e shiqojmë Shqipërinë si shtetin tonë, jemi një popull dhe kufit ndryshojnë, para 100 vite e ka ndryshuar. Gjatë luftës së dytë botërore, unë jetoj në Gostivar, pra babai im kur ka lind në Shqipëri, pra Gostivari ka qenë pjesë e Shqipërisë. Prandaj i bëjmë dije Edi Ramës dhe klikës së tij që i futo arumune që mos e shiqoj nacionalizmin shqiptar vetëm si konsumator, po kufit ndryshojnë dhe ne Gostivari nesër mund të jetë pjesë e Shqipërisë dhe kuptohet që ne do të përkujdesemi që Shqipëria të jetë në rrugë të drejtë. Zotëllë ju, sot, cilin shihni rrezikun më të madh, humbjen e këtyre investimeve që po bëhen qoftë nga investor të huaj apo edhe në Shqipëri, apo nga ana tjetër shihni vetë humbjen e besimit të qytetarëve tek institucionet shqiptare? Po më me rëndësi është që shqiptarët të ketë besim tek institucionet e shtetit. Për shkak se nëse ka besim, atëherë s'ka edhe shpresë. Nëse ka shpresë, ato mbeten në Shqipëri dhe do të përpiqen që ta zhvillojnë ekonominë e Shqipërisë dhe ta zhvillojnë jetën e tyre. Tani përsa i përket investimeve të huaja, kuptohet që çdo shtet, edhe Amerika kërkon investime të huaja, edhe Kina kërkon investime të huaja, edhe Japonia kërkon investime të huaja. Pra nuk ka shtet që nuk i mirëpret investimet e huaja. Por këtu në Shqipëri nuk bëjnë investime të huaja. Këtu në Shqipëri bëhet hajdutëri, pra mund t'i merrni tani ata që kanë ndjekin, mund të bëjnë një analizë dhe t'i marrin gjithë projektet që janë në Shqipëri dhe do të shiqojnë që mbas çdo projekti ka një çifut. Pra pavarësisht çfarë investimi është ajo,
dhe do të vinë në konstantimin tim. Pra ne jemi që të largohen çifutët nga Shqipëria, për shkak se ata nuk vinë që ta zhvillojnë ekonominë e Shqipërisë, ata vinë që ta vjedhin Shqipërinë dhe është demonstruar në këta 30 vite se çka kanë kapur ata e kanë falimentuar. Pra kështu u falimentuan thuajse gjithë fabrikat dhe çka ka pas në të gjithë pasurinë e Shqipërisë, dhe si e përmendi shpesh si rast konkret e keni naftën e Shqipërisë. Pra mund të shiqoni, të hyni dhe të shiqoni sa taksa kanë paguajtur kompania që e ka bletur naftën e Shqipërisë, dhe do shiqoni që 0 taksa kanë paguajtur. Pra çfarë interesi ka Shqipëria që naftën t'ua jep çifutëve, për shkak se mbas gjithë investimeve apo blerjeve, qoftë në resorte apo në hidrocentrale apo në zehrore apo në kompani të ndërtimit, të gjithë qëndrojnë çifutët pas. Tani kjo është specifike Shqipërisë, se në vitet e fundit, sidomos në kohën e Ramës, Shqipëria njihet si shtet narkoshtet, pra mund të hyni në gjithë mediat dhe do të lexoni ndonjë analizë dhe kuptohet që Shqipërinë e shiqen si narkoshtet, dhe kuptohet që ata paratë e kokainës hynë në ekonominë shqiptare. Pra e vetmja gjë që mund të sjell pare është trafiku i kokainës. Tani se unë kam jetuar edhe në Turqi një pjesë, kishte një ministër i punëve të brendshme të Turqisë, i cili tha që nëse nuk e kuptoni se trafikun e drogës e bën CIA, atëherë ju jeni budalla. Pra unë besoj që ministri i brendshëm i Turqisë, mbas edhe përvojës së tij, ka informacione të mjaftueshme që ka ardhur në atë konstatim, dhe kuptohet që i gjithë ky kapital që ka vjen prej kokainës në Shqipëri është e lidhur me politikanët e amerikanë, kuptohet me shtetasit izraelit, të cilët në bashkëpunim me disa grupe kriminale të Shqipërisë dhe në bashkëpunim me qeverinë e Shqipërisë bëjnë larje të parave, dhe kuptohet që investojnë aty ku preferojnë çifutët. Dhe është tani më e ka kuptuar shumica e popullit shqiptar që ka një projekt serioz të kolonizohet Shqipëria nga kolonët çifut, ashtu sikur u kolonizua Palestina para 100 viteve, sikur filloi, për shkak se e dim tani që të gjithë që Izraeli humbi të gjithë frontet në këtë luftë më shumë se 3 vjeçare, dhe mbi 1 milion izraelit janë shpërngulur nga Izraeli, dhe disa janë kthyer në Amerikë apo në vende të tjera, dhe kanë tani si pikë synim të vinë në Shqipëri, për shkak se kanë gjetur një kryeministër naiv, i cili ka hap dyrët dhe shkoi në parlamentin e Izraelit dhe ju tha që mund të vini të kolonizoni Shqipërinë. Atë po ashtu e tha kur kryetari i shtetit të Izraelit gjatë gjenocidit në Gaza e pranoi në Tiranë, dhe po të njëjtat fjalë dha edhe presidentit të Izraelit, dhe është një pasqyrë shumë e keqe për ne shqiptarëve, për shkak se përderisa bëhet gjenocidi në Gaza, kryeministri shqiptarëve, i cili thotë unë jam lider musliman, për shkak se popullata muslimane e ka votuar atë të hyrë në pushtet, dhe na turpron neve muslimanëve dhe shqiptarëve me veprimet e tija, me përuljen ndaj kriminalit të luftës Netanyahu, dhe përpiqet me çdo mënyrë që të mbrojë interesat izraelite në Shqipëri. Pra besoj që ai grup intelektual që do ta kap protestën dhe do ta drejtojë në rrugë të drejtë, kërkesën e dytë pas dorëheqjes së Ramës duhet ta ketë që të shpallet Izraeli shtet non grata në Shqipëri, të mbyllet ambasada e Izraelit në Shqipëri, dhe të gjithë ata investitorë me prapavi çifute apo që kanë shtetësia të ndryshme, se ata mund të jenë edhe amerikanë edhe italianë, gjithë pasaportat i ka, që të largohen prej Shqipërie dhe të fillojnë një transparencë e madhe për atë se kush investon, dhe dal nga dal të fillojë që edhe prestizhi apo përfaqësimi i Shqipërisë të marrë si një shtet normal, për shkak se na ka fytur kryeministri Edi Rama në një shesh apo me një korp me Izraelin, për fat të keq, dhe ne turprohemi si shqiptar. Mirë,
Mirë, zë Dhauti, për ta mbyllur, ndërkaq ju vetë cilën shihni skenarin e këtyre protestave dhe mendoni se do të kemi një dorëheqje të kryeministrit shqiptar? Unë besoj që do ta marrim në aspektin historik, se Edi Rama ishte në Francë, në gjë apo partje. Dhe mua më kujtohet kur dha dorëheqje Miloševići në Serbi pas protestave. Aty erdhi ministri punëve të jashtme i Rusisë dhe bindi dhe i tha tërhiqu se të ka kaluar koha. Dhe besoj që të njëjtat fjalë ka dhënë edhe Macroni në Francë. I ka thënë që jetë 30 vite në pushtet, pra prej 98-ës kur u bë ministër kultura, ai nuk është rrezuar prej pushteti. Dhe 20 vite është në krye të Partisë Socialiste, që ka shndërruar Partinë Socialiste si një subjekt privat të tij, cilën don e bën deputet, cilën don e bën ministër, cilën don e bën kryetar parlamenti, cilën don e bën president shteti. Pra gjithë ajo pushtet që e ka shndërruar edhe e ka shndërruar të jetë shumë agresiv me qytetarët e Shqipërisë, që e shiqon Shqipërinë si një pronë private të tij, dhe një pjesë ja e Piranit, një pjesë ja e refugjatëve afrikanë prej Italie, një pjesë tjetër u e Kolombe Çifut, dhe neve shqiptarëve të Gostivarit, Tetovës, të Prishtinës në shiqon si vetëm konsumator, pra ai ka hyrë në një ilizion që nuk din se çka është duke vepruar dhe kuptohet që gjithaj pushtet i ka sjell edhe probleme psikologjike dhe ai duhet të largohet sa më parë nga ajo detyrë. Kuptohet që nëse pyetëm unë, ai duhet të përfundojë në burg. Mjafton që djegësit veturinave të Tiranës, që nuk është ndërtuar, po janë harxhuar me $100 milion, ndoshta ende paguajnë atë, duhet të përfundonte në burg bashkë me Erian Veliaj. Mirë po, kuptohet që kjo luftë është e vështirë. Besoj që brenda Partisë Socialiste do të ngrehen vetë deputetët dhe do ta rrezojnë Ramën, ashtu që ta mbrojnë që të ekzistojë sistemi siç është në Shqipëri, dhe kuptohet që do të kenë shumë punë ata që do të përpiqen ta marrin sistemin apo pushtetin dhe të ndërtojnë një sistem të ri. Kuptohet që është punë e vështirë, të paktën do të zgjasë 10 vite, prandaj duhet të marrë atë përgjegjësinë ndonjë pak më i ri. Ata që kanë ka 82 vjeçar, ata përkujdesen të ndrojnë pelenat sa më shpesh dhe jo që ta udhëheqin popullin shqiptar, pra duhet të pensionohen të gjithë ata që nuk janë me dekada në pushtet dhe nuk kanë treguar asnjë rezultat. Pra duhet ta marrë një frymë e re që ta kthej sovranitetin e Shqipërisë, ketë respekt për fenë e shqiptarëve, për kulturën e shqiptarëve, për historinë e shqiptarëve, dhe mos turprohemi ne se jemi shqiptarë, se jemi musliman, pra të na përfaqësojnë një president apo kryeministër dinjitos, se nuk është diçka materiale në këtë botë. Ne nuk kemi nevojë për një turizëm elitar, ne kemi nevojë për një turizëm normal, të gjithë shqiptarët ndash prej diaspore, ndash prej Kosovë, prej Maqedonie, të vinë dhe t'i kalojnë pushimet e tyre në plazhet publike të Shqipërisë, për shkak se ajo është pasuri e përbashkët. Nuk ka nevojë pse të vijë dikush prej Amerike me aeroplan privat dhe me jahtë dhe të gjithë ata parat t'i lojnë në një resort të çifutëve. Ne duam që gjithë shqiptarët kenë mundësi të investojnë në turizëm dhe të përfitojnë prej asaj, apo nëse shkojmë ne si konsumator, mos paguajmë para shumë të shtrenjta dhe jo ta shndërojmë Shqipërinë, një elitë që në Amerikë ka kritika të mëdha, se thuajnë se në Sazan duan ta ndërtojnë ishullin e Epsteinit, prandaj edhe ka interesim të madh në mediat e Amerikës, që e shfrytëzojnë këtë rast për ta njollosur politikën e Trumpit dhe politikën e çifutërisë ndërkombëtare, të cilat i shfrytëzojnë shtetet e dobta dhe i shfrytëzojnë politikanët e korruptuar si Edi Rama për t'i kënaqur epshet e tyre. Qartë. Mirë, zë Dhauti, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme ku ndalem tek zhvillimet aktuale në vendin tonë, bashkë mbyllim këtu dhe shihemi sërish nesër.